e fuqishme për thyerjen e mallkimeve dhe çlirimi në Krishtin Jezus. Lutu me mua. O Zoti i madhërisëm, Perëndi i qiellit dhe i tokës, atë birë dhe frymë e shenjtë, unë vi para Teje me emrin e shenjtë të fuqishëm të Jezu Krishtit. Sot unë qëndroj mbi premtimin tënd të palëkundur. Krishti na shpengoi nga mallkimi i ligjit, duke u bërë mallkim për ne, sepse është shkruar: i mallkuar është kushdo që varet në dru. Galatasve 3:13. Kjo është themeli im, kjo është e vërteta që më çliron. Në emrin e Zotit Jezus Krisht, unë aktivizoj plotësinë e sakrificës së Tij të përsosur në kryq. Unë shpall fuqinë e vdekjes, gjakut dhe flijimit të Tij. Unë shpall ringjalljen e Tij, jetën e Tij triumfuese dhe varrin e Tij të zbrazët. Unë shpall autoritetin, sundimin dhe pushtetin e Tij të pakufishëm mbi çdo forcë. Unë sjell tani gjykimin e fronit qiellor të Jezu Krishtit mbi çdo frymë të ndyrë, çdo magji dhe çdo hartëzi, çdo mallkim dhe çdo betejë shpirtërore që është ngritur kundër meje. Unë sjell Jezu Krishtin që u bë mallkim për mua kundër të gjitha mallkimeve, të shkruara, të folura, të pashprehura, të trashëguara ose të transferuara që kanë prekur jetën time dhe familjen time. Unë thyej dhe prish tani çdo mallkim, vdekjeje, sëmundjeje, varfërie, dështimi, sterilizimi, izolimi, dhunë, aksidentesh dhe çdo formë tjetër shkatërimi. Unë urdhëroj që çdo mallkim i tillë të largohet nga unë dhe nga çdo antar i familjes sime në emrin e Jezu Krishtit. Gjaku i çmuar i Jezu Krishtit, Birit të Perëndisë, gjaku i Tij i derdhur në kryq që shkatëron çdo pretendim të flijimeve të gjakut, ritualeve okulte dhe lidhjeve shpirtërore kundër meje. Unë qëndroj e mbuluar në gjakun e Tij mbrojtjes. Jezu Krishti, Biri i Perëndisë, i flijuar për mua, anullon dhe shfuqizon çdo flijim ritual dhe çdo pretendim të tyre mbi jetën time. Përkushtimi yt në vdekje mbi mua, o Jezus, shkatëron çdo përkushtim ritual apo pakt të bërë në jetën time. Në emrin dhe me anë të gjakut të Jezu Krishtit, unë thyej fuqinë dhe robërinë në çdo mallkim që ka ardhur mbi mua, përmes ritualeve ose flijimeve rituale, përmes transferimeve në qenie tjetër njerëzore, përmes fjalëve të folura negative ose mallkimeve shkatëruese, përmes praktikave okulte, magjisë apo artit të zi. Në emrin e Jezusit, unë shpall se çdo mbajtje ligjore, çdo bazë ligjore dhe çdo gjete ligjore armiku të shtyrë, çarmatosur dhe shkatëruar. Satani nuk ka asnjë mbajtje ligjore mbi mua përmes mallkimeve, praktikave okulte, flijimeve apo ritualeve të çfarëdo lloji. Përmes gjakut të Jezu Krishtit, unë jam çliruar dhe jam i lirë. Faleminderit Jezus që më ke çliruar. Unë urdhëroj që këto mallkime dhe pretendime të çarmatosen e të shpërbahen plotësisht tani përmes fuqisë së gjakut të Jezu Krishtit dhe në emrin e Tij. Në emrin e Jezu Krishtit, unë urdhëroj që të gjithë frymërat demonike që kanë fituar akses tek unë përmes mallkimeve dhe ritualeve të priten, të çlidhen dhe të dëbohen nga unë dhe nga shtëpia ime në emrin e fuqishëm të Zotit Jezus Krisht. Largohuni dhe mos u ktheni më kurrë. Jezus, të kërkoj të dërgosh tani angjëjt e tu të shenjtë dhe të fuqishëm për të çarmatosur plotësisht të gjitha mallkimet dhe artet e zeza nga unë. Çarmatoseni çdo mjet të tyre dhe shkatërrojeni plotësisht. Të kërkoj që angjëjt e tu të largojnë të gjithë frymërat e ndyra të përfshira në këto mallkime dhe artet të zeza dhe t'i lidhin ato në këmbët e tua për gjykim. Tani unë kërkoj dhe marr çdo bekim shpirtëror që Ti, Ati im qiellor, më ke dhënë në Krishtin Jezus. Efesianëve 1:3. Unë kërkoj dhe marr këto bekime këtu pikërisht në vendin e çdo mallkimi, me autoritetin dhe fuqinë e Zotit Jezus Krisht dhe në emrin e Tij. Jezus, le të përmbushen plotësisht këto gjëra tani përmes emrit Tënd të fuqishëm. Të falenderoj, të nderoj dhe të lavdëroj o Zot. Të gjitha këto i lutem me autoritetin dhe në emrin e fuqishëm të Zotit Jezus Krisht të Nazaretit, që erdhi në mish. Amen.